Horoskopi I javës, 23-29 qershor. Përshëndetje zemra të bukura. Mirë se vini në horoskopin tuaj javor, aty ku dijet flasin, dhe ne I dëgjojmë me zemër të hapur. Kjo javë vjen me energji të reja, mundësi të papritura dhe mesazhe të çmuara për çdo shenjë. Nëse jeni kurioz të dini se çfarë ju pret në dashuri, para, punë dhe shëndet, atëherë jeni në vendin e duhur. Merrni një frymë të thellë dhe le të zbulojmë së bashku sekretet që fshihen pas qiellit të kësaj jave. Hëna e re mbi gaforen 25 qershor sjell një ringjallje emocionale, përqendrim në familje, jetën personale dhe një ndjenjë rifillimi për 6 muajt e ardhshëm. Jupiteri bashkë me diellin më 24 qershor është një nga ditët më me fat të vitit për të filluar gjëra të reja, veçanërisht për projekte personale. Merkuri hyn në luan më 26 qershor, duke sjell komunikim të guximshëm dhe kreativ për muajt në vazhdim. Dashi. Zgjohet nevoja për reflektim mbi çështjet familjare, mirëqenie emocionale dhe sigurim shtëpie. Venus në luan në fundjavë ndihmon në komunikim romantik dhe vetëshfaqje. Dashuria. Biseda të rëndësishme me familjen ose partnerin, sidomos për vendime shtëpiake. Puna. Përsëritjet e paparashikuara të fillimit të majtit, mirë për planeamento afatgjata. Parat. Dita më e favorshme është 24 qershor, për investime të vogla. Shëndeti. Shtresa emocionale mund të shfaqet me lodhje, çajra qetësues rekomandohen. Rituali. Shkrimi I qëllimeve vitale në hënën e re. Ditët me fat, 24-25 qershor. Demi. Fillimi I javës me hënën e binjakëve, 23-24, sjell idetë për jetën shoqërore. Hëna e re nxit lidhjet me miqt dhe komunitetin. Dashuria. Fokus në marrëdhënie shoqërore, mundësi bashkëpunimi emocional. Puna e parat, mundësi investimi ose eksperiencim të re, por me kujdes. Shëndeti, kujdes për fytin, mbaj hidratim optimal. Rituali, meditim për lidhje krijuese dhe emocionale. Ditët me fat, 26-29 qershor. Binjakt. Epërsia e komunikimit javën e parë është e dukshme, përgatitje për projekte ose negociata. Hëna e re gjithashtu ndihmon të fokusohesh në vetëkujdesje dhe rregullim të rutinës. Dashuria. Tension I lehtë në fillim, dialog I rëndësishëm pas datës 26. Puna, fokus në bashkëpunim mirë për vendime grupore. Parat, zgjedhje të mira financiare në fundjavë. Shëndeti, stresi mund të sjellë pagjumësi, çaj qetësues përpara gjumit. Rituali, letër me qëllime personale në hënën e re. Ditët me fat, 25-28 qershor. Gaforia. Fokusi lidhet me ndjenjat dhe shtëpinë, hëna e re është shumë e rëndësishme për të lindur qëllime të reja personale. Mars dhe Venus I nxisin hapjen emocionale dhe dialogun fisnik në marrëdhënie. Dashuria, ndjeshmëri e lartë, hëna e re rifreskon intimitetin. Puna, ide kreative dhe zgjidhje të reja biznesi. Parat, çështje financiare familjare mund të mbyllen më 24. Shëndeti, hidratim I lartë për sistemin tretës. Rituali, banjë me kripra deti për pastrim energjie. Ditët me fat, 25-27 qershor. Luani. Jeta profesionale dhe reputacioni marrin hov javës së parë. Venus dhe Mercuri nxisin vetëshfaqjen dhe planifikimin kreativ. Fundjava sjell vetbesim dhe shtrirje artistike. Dashuria, vetëshfaqje romantike, moment ideal për surpriza. Puna, prezantime krijuese dhe zgjidhje të guximshme. Paratë, mundësi bonusesh nga puna në fundjavë. Shëndeti, kujdes për tretjen dhe ngrohjen e trupit. Rituali, statistika ditore e falënderimit. Ditët me fat, 26-29 qershor. Virgjëresha. Fokus në marrëdhëniet e grupit dhe miqësi. Jaz më I madh në punë, organizim dhe ndarjen e ideve. Javën e fundi kërkon qetësi dhe analizë të brendshme. Dashuria. Nivel më I lartë dialogu në grup dhe marrëdhënie. Puna, hetim profesional dhe strategji pak më të qarta. Paratë, rishikimi I fondit financiar, mos vepro me impuls. Shëndeti, stresi siguron tension mendor, yoga e lehtë rekomandohet. Rituali, skecin plan pune në hënën e re. Ditët me fat, 24-28 qershor. Peshorja. Jeta profesionale mbështetet nga hëna e re dhe Jupiteri, por në fundjavë duhet të menaxhosh tensionet në ambientin e punës dhe përqendrimin emocional. Dashuria, mundësi romantike ndaj dhe me aftësi zgjidhje probleme. Puna, marrëveshje profesionale të favorshme pas datës 24. Parat, stabilitet pas vonesave të papritura financiare. Shëndeti, rregullimi I rutinës së gjumit dhe lindur. Rituali, frymëmarrje e bashkuar me partnerin në njohjen e re. Ditët me fat, 25-29 qershor. Akrepi. Këtë javë ndihesh I lidhur me tema të studimit,
njohjes dhe të vërtetës së brendshme. Hëna e re sjell frymëzim emocional dhe Jupiteri përmbyllet si ndihmë për ndryshime të reja. Dashuria, shpërthime emocionale, mundësi rikthimi pasionit. Puna, nxjerrja në sipërfaqe e karakteristikave të vërteta. Parat, projektet e ndërlikuara mund të përftojnë pas datës 27. Shëndeti, kujdes me nervat, meditimi mund të ndihmojë shumë. Rituali, shkrimi i detyrave në krizë në letër, djegje simbolike. Ditët me fat, 24-26 qershor. Shigjetari. Oportunitjes për zhvillim personal dhe edukativ janë në horizont. Mërkuri në luan nxit komunikim të guximshëm. Provimet dhe lidhjet shkojnë përpara. Dashuria, aventura dhe intimitet i thelluar vinë në fundjavë. Puna, mundësi udhëtimesh të shkurtra ose përditësim të kontakteve. Paratë, projekte anësore sjellin përfitime të papritura. Shëndeti, ecjet natyrore rrisin qarkullimin. Rituali, menaxhimi i synimeve në mënyrë të logjikshme me qëllimet. Ditët me fat, 24-26 qershor. Britsjapi. Puna dhe marrëdhëniet personale janë në fokus javën e parë. Hëna e re rrit energjinë për bashkëpunim në çift. Në fundjavë, gjen më shumë vetëbesim dhe qartësi emocionale. Dashuria, problemet personale zgjidhen pas datës 25 me komunikim të drejtpërdrejtë. Puna, partneritete profesionale rifreskohen në hënën e re. Parat, rritje profesionale që mund të shoqërohet me bonus. Shëndeti, pushime të nevojshme për balancë trup-mendje. Rituali, predikimi i vetë respektit në letër për 6 minutash. Ditët me fat, 25-29 qershor. Ujori. Stërvitje krijuese dhe hapje ndaj bashkëpunimeve. Ndryshe nga zakonisht, ky është moment për kontakte profesionale dhe ndjesi më të thella shpirtërore. Dashuria, ndjenja e hapjes në punë, balans midis profesionit dhe zemrës. Puna, progres i rëndësishëm në marrëveshje dhe ide të reja. Paratë, vlerësime për investime të mira pas datës 24. Shëndeti, stresi dhe ndjeshmëria nervore kërkojnë aromaterapi. Rituali, banja aromatike dhe shkrim celebrimi. Ditët me fat, 24-27 qershor. Peshqit. Fokus tek shtëpia dhe familja, një reset emocional me hënën e re. Hëna e plot nxit kërkime personale dhe ndjenje më të thellë të vetes. Dashuria, ndjenja e thellë emocionale, bekim familjar dhe pastrim. Puna, frymëzim i ri në projekte krijuese, partneritete të dobishme. Paratë, nuk rekomandohen blerje impulsive. Shëndeti, gjumi i pafuqishëm, çaji me livando rekomandohet. Rituali, shprehje e lumturisë në letër në hënën e re. Ditët me fat, 26-29 qershor. Si ta përdorësh këtë javë në favorin tënd? 24 qershor, ditë ideale për të nisur projekte të reja dhe për të vendosur qëllime. 26 qershor, komunikimi i qartë dhe kreativ, përdore për prezantime, biseda jetike ose updates personale. 29 qershor, hëna në virgjëresh sjell prakticitet dhe përqendrim për të përfunduar çdo gjë që lëre pas. Faleminderit që ishit me mua edhe këtë javë. Nëse ju pëlqeu horoskopi dhe ndjet veten të lidhur me mesazhet e vijeve, klikoni butonin like, abonohuni në kanalin tim për të mos humbur asnjë parashikim. Dhe shpërndajeni me miqtë tuaj që të ndriçohen edhe ata me dritën e vijeve. Deri në javën tjetër, qëndroni të frymëzuar, të dashur dhe me zemrën plot dritë.